Ishte emocion shumë i madh. Zëra vajzash dhe grash kaq fuqishëm që e mbushën këtë sallë plot. Jemi shumë të gëzuar në fakt si skuadër. Ta dini që jemi lutur për gjithë secilën prej jush, sa herë që bëjë një regjistrim i ri, edhe shpresojmë shumë që do të jetë një ditë ku do të merrni përgjigje për jetime, dashuri, edhe gjithë për kujdesin që kemi derdhur në organizimin e kësaj konference. Unë e kam titulluar mesazhin që do ndaj sot, kush do ta vulos historinë time, meqense është tema marked by Jesus, shenjuar nga Jezusi. Dhe ndonjëherë e kemi parë dorën e Zotit, ndonjëherë nuk e kemi parë gjithmonë. Sidomos nëse ti akoma ke ardhur këtu, thjesht nga kurioziteti, të ka ftuar dikush, je në kërkim, edhe je kurioze se ke parë ato shoqjet e tua, çka kanë ndryshe, edhe çfarë është kjo gjë që po ndodh. Ne shpresojmë shumë që sot do të koha kur do marrësh përgjigje. Sa nga ju jetojnë aktualisht në qytetin e tyre të lindjes? Sa akoma jetojnë në Shqipëri? Do më thënë nuk kanë ardhur nga jashtë. Shumë mirë. Rrini këtu. Mos lëvizni se u lodhëm nga të gjitha ato që ikin. Shumë nga ne kanë hedhur rënjë në vende të tjera, po? Brenda jashtë Shqipërisë, por edhe ato që jetojnë këtu e din shumë mirë që duket sikur toka ndryshon çdo ditë, gjëja më konstante është ndryshimi. Dhe ndaj unë e kam titulluar mesazhin kush do ta vulos historinë time, sepse do të shohim bashkë historinë e një vajze që edhe ajo nuk e pati shumë të lehtë. Një grua e cila përmendet shumë shkurt në Bibël, në këtë libër të madh, dhe nuk flas për faqet edhe peshën, por për ndikimin që ka pasur në historinë e njerëzimit. Lexojmë shumë pak në shkrim për të, por unë kam hulumtuar historinë dhe do të konsiderojmë pak kontekst rreth jetës së saj, por në fillim le të shohim bashkë se çfarë thuhet në Bibël për Lidia. E gjejmë këtë te Veprat e Apostujve 16. Dhe një grua me emër Lidia, që ishte tregtare të purpurtash nga qyteti i Tiatirës dhe që e adhuronte Perëndin, po dëgjonte. Dhe Zoti ia hapi zemrën për të dëgjuar gjërat që thoshte Pali. Lidia ishte nga Tiatira. Tani Tiatira ishte një vend në Turqi, në Azinë e Vogël. Dhe Lidia është një emër romak. Por Tiatira ishte në zonën, ishte emër grek. Tiatira ishte në zonën e Lidias. Është sikur një nga ne të shkojë diku në një vend dhe të ndryshohet emri shqiptarja. Ajo Tiatira njihej për copat Leila të purpurta, që nxirreshin nga disa kërmi në mesdhe. Ja shohim pak histori dhe imagjinoni pak me mua jetën e Lidias. Besoj që një slajd më parë pat kështu, kjo është një foto e lashtë, rikrijim i Tiatirës, ndoshta mund të ishte një nga këto gratë Lidia. Përpiquni të shkojmë bashkë pak në histori në ato vite. Lidia merri me nxjerrjen e këtij fillit që bënte veshje shumë të veçanta. Ishte kohë shtresash shumë të ndara. Pra ata që ishin njerëzit e nderuar visheshin edhe trajtoheshin shumë ndryshe nga njerëzit e tjerë. Dhe veshjet e purpurta i mbanin njerëzit me tituj. Kështu që duhet këtë qenë tregti shumë fitimprurse, kjo që Lidia zotronte. Fakti që e shohim atë në Filipi si tregtare, do të thotë që ajo këto aftësi që kishte fituar në vendin e saj i mori me vete, i zotronte mirë. Po çfarë mësojmë tjetër nga ky varg? Ajo adhuronte Perëndin. Është shumë e çuditshme në fakt, sepse në Tiatir, apo qoftë edhe në Filipi, ku Lidia shkoi, kishte paganizëm. Këtu shohim që përdoret numri 1-jes, që është Theos, Zoti. Por në kontekstin shpirtëror në cilën Lidia u rrit, adhuroheshin shumë zotër, si Iliria e atëhershme. Ashtu ishte dhe Greqia dhe ajo zonë nga vinte Lidia.
Në disa vende shikoj impakti I paganizmit egjiptian, perëndi të lidhura me fenomenet, Artemisa ishte, perëndia kyçe në rajonin e Lidias dhe në Filipi Zeusi. Por një kapitull më vonë, po tek Veprat e Apostujve, lexojmë kur Pali shkon në Athinë. Ja si u drejtohet ai atyre. Atëherë Pali, duke qëndruar në këmbë në mes të aeropagut, tha: "O burra Athinas, unë shoh se në të gjitha gjërat ju jeni shumë fetar, sepse duke ecur e duke vënë re objektet e kultit tuaja, gjeta dhe një altar mbi të cilin është shkruar Perëndisë së panjohur. Atë pra që ju e adhuroni pa e njohur, unë po ju shpall." Pse ka një perëndi të panjohur në Athinë? Sepse ndërkohë hebrejt ishin shpërndar pas robërisë që ju erdhi nga Babilonia. Dokumentet historike flasin për një grup filozofësh hebrej, të cilët kishin ardhur në rajonin e Lidias. Në kohën e Aleksandrit të Madh, ata ishin shpërndar jo vetëm në Anatoli, por edhe në Greqi dhe në gjithë rajonin. Dhe këta kishin sjell me vete monoteizmin, që ka vetëm një perëndi. Edhe pse për këta popull ishte e panjohur në detaje, sepse ata asocioni çdo fenomen me një perëndi, kështu që kishin shumë idhuj, hebrejt e kishin parë të dokumentuar në gjithë historinë e vet, në gjithë historinë e njerëzimit në fakt. Deri në atë kohë, kjo që ju shikoni është një gjurmë e shkrimeve që ishin përmbyllur tashmë deri në momentin historik për cilin e flasim. Tora, Zanafilla, Eksodi, Levitiku, libra të Biblës për ato që nuk I kanë dëgjuar ndonjëherë, profetët, fjalët e urta apo psalmet, tashmë ishin shkruar dhe tregonin jo vetëm për historinë e njerëzimit, gjithë krijimin e ekosistemit tonë, mënyra si njeriu është shkuput nga Perëndia, si hyri mëkati, edhe gjithë plani I Perëndisë për ta kthyer përsëri njerëzimin përmes profetëve tek vetja e tij, por edhe shpëtimi përmes Krishtit. Të gjitha këto, hebrejt njohën Perëndin se si ai e ndërtoi historinë e tyre si një dëshmi për njerëzimin. Dhe këtë bën Perëndia, ashtu siç shenjoi jetën e hebrejve, do shohim që ai në fakt ka qenë duke shenjuar jetën e Lidias. Dhe unë shpresoj që ndërsa ju dëgjoni gjithë këtë historik si të jetës së Lidias, do të kujtohen ngjarje që kanë shenjuar historinë tuaj dhe udhëtimin tuaj. Lidia ishte një tregtare purpurash që të purpur tash dhe adhuronte Perëndin. E kaluara e saj kishte përgatitur pikërisht për këtë moment. Edhe e di që disa nga ju mund të thonë që Lidia e ka pasur në Terezi, ka qenë tregtare, kush e di çfarë jetë ka pasur ajo në ato kohë. Apo s'kemi parë filma dhe na duken ne vajzave dhe grave shumë të bukura, veshjet e shekullit parë dhe dukeshin sikur nuk shqetësoheshin shumë për gjërat vajzat. Apo ndoshta edhe mund të ketë dikush që thotë e di qa ti nuk e ke iden se qa kam kaluar unë dhe për Lidia në base ishte e letë që ti ishte aty ku ishte me gjërat që kishte arritur. Por librat historik dokumentojnë që edhe Lidia nuk I shpëtoi traumave dhe vështirësive në udhëtimin e saj. Në vitin 17 pas Krishtit, do shikojmë pak histori, se kam pyetur ChatGPT-n, e Britanikën, e Google, sa mirë që kemi tani kaq shumë teknologji dhe burime. Në vitin 17 pas Krishtit, pra flasim për shumë herë, në rajonin e Lidias bie një tërmet, që vlerësohet ke qenë 6.5 deri në 7 ballsh. Edhe ne e dim ç'a mund të bëjë një tërmet 4.5, dhe më pak se 5. Imagjinoni kjo fuqi, niveli I shkatërimit. Në sundimin e perandërisë romane fillon rindërtimi I Lidias dhe aty nga viti 50 mesi I shekullit parë, Tiatira rindërtohet. Por ky moment e gjen Lidian në Filipi. Pra,
Unë mendoj dhe dalë në konkluzionin nga gjithë të element historik që pikërisht pas tërmetit, Lidia dhe familja e saj janë zhvendosur. Tani të shkoje nga Thyatira në Filipi, donte të paktën 1 muaj e gjysmë 2 në këmbë, siç u thoi në atë kohë më së shumti. Unë mendoj që edhe Lidian nuk e ka pasur të lehtë, deri në momentin kur flasim, kur Pali e takoi dhe për cilin lexojmë te Veprat e Apostujve. Dhe gjëja e parë që unë mësova kur po shikoja historinë e Lidias, dhe do doja që të ishte një gjë që mbetet nga kjo ditë në mendjet tuaja, është që historia jote nuk ka mbaruar. Ashtu si që historia e Lidias nuk ka mbaruar, dhe do të shohim bashkë se si vazhdon. Kujtoj që çdo ditë e re është një faqe e re e historisë tënde. Si do ta shkruash ti faqen e radhës? A do të ketë ajo gjurmë të Jezusit? Ai është një mjeshtër i fundeve të lumtura. Kur jeta jote është në duart e Krijuesit, historia merr një rrjedh tjetër. Ndërkohë që historia e jetës së Lidias po shkruhej, ky shekull u shenjua nga ngjarja më historike e njerëzimit. Siç e tham, pasi shumë gjithë udhëtimi i popullit të Zotit ishte dokumentuar, Zoti kishte sjell profetë dhe i kishte thirrur për t'u afruar me të. Më në fund, Perëndia solli të sillte Jezusin. Perëndia në tokë, birin e tij që vdiq në kryq, ditën e tretë u ringjall dhe u ngjit në qiell për të kthyer përsëri. Edhe sa e jashtëzakonshme kjo duket, në fakt, kjo po ndodhte ndërkohë që historia e Lidias po ndërtoi. Asnjë gjë nuk është e rastësishme. Ishte pikërisht momenti kur Lidia duhet të dëgjonte për këtë ngjarje të jashtëzakonshme. Rreth 50 vite më vonë, Apostulli Pal, i vendosur për ta treguar këtë ngjarje në të gjithë botën pasi veti besoi Krishtit, filloi udhëtimet e tij të misionit. Dhe shiko çfarë, nëse mund më ndihmojnë çunat, kjo është një hartë e gjithë udhëtimeve të Palit. Dhe ndërsa unë lexoj, ndoshta mund të lexoni vendet që unë përmend, e shikojmë udhëtimet e tij. Një nga udhëtimet e tij, ai që na çon tek Lidia te Veprat e Apostujve 16, kishat pra po forcoheshin në besim dhe rriteshin në numër për ditë. Kur ata po kalonin nëpër Frigji dhe në krahinën e Galatis, u penguan nga fryma e shenjtë që të shpallin fjalën në Azi. Si arritën në kufit e misis, ata kërkuan të shkojnë në Bitini, por fryma prap nuk i lejoi. Kështu pasi e përshkruan misin, zbritën në Troas. Gjatë natës, Palit ju shfaq një vegim. I rinte para një burr Maqedonas që i lutej dhe i thoshte: "Kalon Maqedoni dhe na ndihmo." Mbasi e pa vegimin, kërkuam me njëherë të shkojmë në Maqedoni, të bindur se Zoti na kishte thirrur që t'ua shpallnim atyre ungjillin. E dini Perëndia çfarë nuk po bën për të tërhequr vëmendjen tënde, edhe për të shkruar pjesën tjetër të historisë tënde. Pali me shumë gjasa përmes rrugës Egnatia që lidhte Durrësin me Stambollin atëherë, nuk ndaloi në Galaci, por u nis për Maqedoni. Edhe ja si vazhdon udhëtimi. Prandaj duke lundruar nga Troasi, u drejtuan për në Samotrak dhe të nesërmen në Neapolis dhe prej andej në Filipi, që është qyteti i parë i asajanet të Maqedonisë dhe koloni romake. Dhe qëndruam disa ditë në atë qytet. Pra, imagjinojeni, Pali ka ardhur se ka parë diçka në ëndër, ka menduar do shkoj atje, do më dalë ky burri që pash në ëndër, edhe do të tregojmë të gjithëve për Jezusin. Por kanë kaluar disa ditë. Qëndruam disa ditë, thot, dhe ditën e së shtunës dolëm jashtë qytetit, anës lumit, ku ishte vendi zakonshëm për lutje, dhe si ulëm, u flisnim grave që ishin mbledhur atje. Ishte një shtunë si kjo. Dhe ato gra kishin vendosur që të luteshin aty ku luteshin zakonisht çdo të shtunë. Dhe unë besoj që kjo është e shtuja na jon, e shtuna njësoj si e Lidias dhe grave që ishin me të. Është shumë interesante sepse asnjë kulturë apo popull nuk e kishte të shtunën ditë pushimi përveç hebrejve.
Një tregues tjetër historik ky që na vërteton historinë e këtij populli dhe urdhërimet që Perëndia ju ka dhënë atyre në shkrim. Sabati, apo e shtuna, është një ritëm javor për shkak se Perëndia krijoi botën në 6 ditë dhe ditën e 7 pushoi dhe kështu e shenjtëroi atë ditë. Dhe hebrejt duhet të bënin të njëjtën gjë. Ata pushonin nga punët, ja dedikonin kohën lutjes, adhurimit. Ka një lidhje shumë të ngushtë me Psalmin 136, kur ata në mërgim luteshin dhe këndonin kënga adhurimi anës lumit. Kështu që imagjinoni sikur nuk jemi në këtë sallë, po sikur jemi me Lidian dhe ato gratë atje, buz një lumi. Edhe ne i kemi lënë të gjitha. Edhe këtë të shtunë, ja kemi dedikuar Zotit. Historia jote nuk ka mbaruar. Një tregtare të purpur tash që jam shumë e sigurt që ishte me një jetë shumë të ngarkuar, një të shtunë para rreth 2000 vitesh, vendosi dhe zgjodhi gjën e dur. Dhe jam e sigurt që secila nga ne ka lënë shumë gjëra për të bërë pikërisht këtë. Edhe sepse Perëndia është duke shkruar çdo ditë dhe po të afron prej vetes në historinë tënde. E dini çfarë ndodhi më pas? Te Veprat e Apostujve lexojmë, dhe Zoti ja hapi zemrën për të dëgjuar të gjitha gjërat që thoshte Pali. E shikon, Lidia nuk ishte aty rastësisht. Dhe vazhdon, pasi ajo u pagëzua me familjen e saj, na u lut duke thënë, në qoftë se më keni gjykuar se jam besnike ndaj Zotit, hyni në shtëpinë time dhe rrini, dhe na detyroi të pranojmë. Çfarë vajzë? Si mori guximin me njëherë dhe hodhi hapin e radhës. Edhe jo vetëm ajo, por ndikoi dhe familjen e saj. U pagëzuan dhe ajo dhe familja dhe i detyroi Palin dhe miqtë e tij të rinin me të. Çfarë vajze dhe çfarë gruaje me influencë. Pagëzimi, për ato që ndoshta nuk e din, është të shpallësh publikisht atë që ti ke vendosur në zemër. Tani, unë kam ca vite që nuk e mbaj dot më unazën e martesës, se nuk më bën, moj vajza, kam qenë shumë elegante dikur. Në fakt, si sot para 22 vitesh, kam për vjetorin e martesës, ka qenë 8 nëntor, faleminderit. Po, këto 22 vite kanë bërë punën e vetë. Pagëzimi është pak a shumë si kjo unaza e martesës që nuk të bën ty të martuar, por tregon që ti je martuar. Pagëzimi nuk është ai që të shpëton ty, por tregon që ti ke besuar Krishtit. Është si të marrësh vulën e Krishtit dhe ta tregosh atë me krenari. Historia jote nuk ka mbaruar, por dhe historia e familjes tënde nuk ka mbaruar, ashtu si historia e familjes së Lidias. Dhe kjo është gjëja e dytë me cilën dua që të ikim të gjitha sot, duke kujtuar që plani i Zotit nuk është vetëm për ne, por edhe për ata që janë përreth nesh. E dini që Lidia është e krishtera e parë në Europë, e dokumentuar. Në fund të kapitullit 16 shohim që kur Pali dhe Sila dalin nga burgu dhe ata shkojnë tek shtëpia e Lidias. Kështu që nuk mendoj që është vetëm e krishtera e parë në Europë, mendoj që ka qenë dhe kisha e parë. Sepse besimtarët mblidheshin në shtëpinë e Lidias dhe atje ku 2 ose 3 mblidhen bashk. Shkrimi thotë Jezusi është në mes tyre dhe kjo është kisha. Por unë besoj që nuk ka mbaruar vetëm historia jote apo e familjes tënde. Edhe historia e popullit ton nuk ka mbaruar ende. Sepse unë besoj fort që kontinenti i Europës është një kontinent që ka një histori të gjatë krishtërimi, pikërisht për shkak të Lidias. Edhe ndonjëherë mjafton një grua, një vajzë që sjell një ndikim kaq të madh. Për rreth 11 vite, Filipia jo vetëm i lulëzoi, por solli dhe influencë në përhapjen e Ungjillit dhe më gjerë, thon dokumentat historik. Ky është shënjimi i Jezusit. Një histori e fuqishme që jep shpresë për të sotmen, për të ardhmen, por jo vetëm, edhe për përjetësinë. Shikoj çfarë lexojmë te Filipianëve 3, 20-21, sepse qytetaria jon
është në qejt, për nga edhe presim shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformoj trupin ton të përulljes, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij që t'i nështrojë ndaj vetes të gjitha gjërat. Ka shumë mistere në këtë varg, por ne e dim që Krishti ashtu si të ringjall, ai do të kthehet sërish. Edhe ne e dim që do të kemi një përjetësi në parajs për gjithë ato që besojnë në veprën shpenguese të tij. Nuk është fantastike. Unë besoj dhe shpresoj që sot do të jetë dita që do të shënjohet historia juaj nga Jezusi në një mënyrë të re, në një kuptim të ri për ato që tashmë i kanë besuar atij dhe për ato që po e kërkojnë, t'japin zemrën atij. Tani nuk do bëjmë vula edhe tatu, por ju do ta dini dhe ju do ta kuptoni se çfarë po ndodh me gjithë secilin prej jush. Sepse kur fryma lëviz dhe kur Perëndia është duke t'u afruar e duke vepruar, ti e di. Dhe si e di? Tek Gjoni 3 thuhet era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon. Kështu është dhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Ja qëndrojmë pak në heshtje. Era fryn ku të doj dhe t'ja dëgjon zërin, por ti nuk e di as nga vjen dhe as ku po shkon. Kështu është dhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Nëse tani ndjen një trazim që nuk e di se nga dhe vjen, është fryma që po të afron ty pranë Perëndis. Qoftë për të marrë një vendim për t'i besuar atij, apo për një përgjigje që po kërkon, apo për një përjetim që ke nevojë. Ftesa ime është qëndroni sy e vesh gjatë gjithë ditës sot, qëndroni deri në fund, tregojini njëra tjetrës për historitë e të kaluarës suaj, ato të bukrat dhe të vështirat. Sepse historia jote nuk ka mbaruar. As jotja dhe as e familjes tënde. Unë me Emanuel dhe Silvin, Mikesha që na kanë ardhur nga Zvicra, do të jemi te këndi lutjes, siç e shikoni gjithë ambienti është i mbushur me kënde, edhe jemi gati të lutemi bashk edhe të bisedojmë më shumë bashk. Madje e di ça, nëse dikush sot vendos, ashtu si Lidia, ti besoj Krishtit dhe të pagëzohet, do ta mbyllim këtë ditë me pagëzimet. Nëse dikush nuk është pagëzuar akoma dhe ka dëshirë, ne do të kemi këtu një QR kod që mund ta skanoni edhe mund të merrni kohë duke menduar gjatë ditës, por jeni të guximshme edhe merrni hapin e radhës. Ne jemi gati që do të jetë gjithë dita një festë dhe do jetë shumë e bukur nëse dikush sot do të marrë vendimin për t'i besuar Krishtit edhe për të pagëzuar. Le të lutemi. Ati dashur, si na kërkon ti ne. Faleminderit shumë për dashurinë tënde. Si na afron ti pas vetes. Edhe kur nuk e kuptojmë edhe nuk e dim nga vjen, e dim që është dashuria jote e madhe. Krahët e Jezusit në kryq të hapura për ne. Zemra jote prej ati për të ndërtuar të ardhmet tona. Atë nëse dikush nga vajzat apo gratë që janë këtu sot, akoma po kërkon. Unë lutem që ti do t'ja për zemrën. Unë lutem që do mbushem plot me paqen tënde, edhe me shpresën tënde, edhe me dashurinë tënde, e me faljen tënde, e me hirin tënde, Zot. Nëse dikush vjen sot dhe akoma nuk ka marrë një vendim për t'i besuar Krishtit, dua t'ju ftoj të bashkojni në këtë lutje të thjesht me mua aty ku jeni. Jezus, unë e kuptoj tani që
Gjithë kërkimi i jetës time më ka sjellë tek ti. Unë besoj që ti erdhe dhe më pajtove me Perëndin. Unë besoj që ti vdiqe në kryq dhe u ringjalle dhe mundi e vdekjen dhe mëkatin tim për të më pajtuar mua me Perëndin. Unë të ftoj ty të jesh Zoti dhe shpëtimtari i jetës sime. Amen. Zote, dhe lutem për gjitha vajzat që e kanë marrë këtë vendim më parë, lutem që do kënaqen, do mbushen me gëzimin tënd, edhe do shkruajnë historinë bashkë me ty, çdo faqe tjetër që vjen nga sot. Për lavdin tënd edhe në emrin tënd të çmuar, Zot Jezus, lutemi. Amen.